Prag lufte tregtare, Trump kërcënon Kinën me 50% tarifa shtesë. Presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka kërcënuar se do të vendos tarifa shtesë prej 50% ndaj Kinës, krahas tarifave reciproke prej 34% të vendosura javën e kaluar. Në rrjetet sociale, Trump shkroi se Kina vendosi tarifa akmarse prej 34% mbi tarifat e tyre tashmë rekord, tarifa jo monetare, subvencionim me palishëm të kompanive dhe manipulim masiv afatgjatë të monedhës. Sipas tij, kjo erdhi pavarësisht paralajmërimit se çdo vend që akmerret kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke vendosur tarifa shtesë mbi dhe përtej abuzimit të afatgjatë ekzistues të tarifave ndaj kombit ton do të përballet menjëherë me tarifa të re dhe shumë të larta mbi dhe përtej atyre të vendosura fillimisht. Trump tha se nëse Kina nuk e anullon rritjen e saj prej 34% të tarifave deri në 8 prill, ai do të vendos tarifa shtesë prej 50% ndaj vendit. Presidenti amerikan tha se norma shtesë e tarifave do të hyjë në fuqi të mërkurën. Përveç kësaj, të gjitha bisedimet me Kinën në lidhje me takimet e kërkuara me ne do të ndërpriten. Negociatat me vendet e tjera që gjithashtu kanë kërkuar takime do të fillojnë të zhvillohen menjëherë, shtoi ai. Të mërkurën e kaluar, Trump njoftoi vendosjen e tarifave reciproke gjithëpërfshirëse për mbi 180 vende në mbar botën që fillojnë nga 10 deri 50%. Kina ju nënshtrua tarifave prej 34%, për çka vendi vendosi një tarifë shtesë prej 34% për gjitha importet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një veprim i konsideruar si një mas kundër tarifës së Trump.